Priveba Liberta Spahiu mëson ekskluzivisht nga disa burime të ndryshme pranë artisteve se ato i kanë ndarë rrugët për ajo është një vajzë e fiksuar mbas tij në këndvështrimin tim gjithmonë, por nuk merr diçka mbrapsht. Kjo e tregon që ajo nuk është se ka diçka për të folur. Mendoj që është një dramë që vazhdon derisa të pushoj kështu vetvetiu. Po nuk do të ishte çuditë ta shikoja, unë e kam thënë herën e parë që nuk do të ishte çuditë ta shikoja në një bashkëpunim me Gjestin. Por atë që unë mendoj është që po, ajo do bëhet pjesë e të njëjtit level, siç thoni edhe ju, si Gjesti, për të qenë sa më afër tij dhe për të fituar sa më shumë para. Unë mendoj tani është bërë mendja pak për përfitime monetare. Dhe shumë mirë bën, se në fund të ditës ajo vendosi figurën, emrin dhe fytyrën e saj për disa muaj nga radhë që u baltosi vetveten e tjera për këto para në fund të ditës, jo për ndonjë gjë të madhe. Kështu që inshallah fiton dhe inshallah ja ka vletur dhe t'ja vlejë e gjitha. Priveba Liberta Spahiu mëson ekskluzivisht nga disa burime të ndryshme pranë artisteve se ato i kanë ndarë rrugët për përqindjen e fitimeve. Duket se llafet kanë ndryshuar rrugës dhe Fifi ka shfaqur pak kënaqësi për fitimet, me që veti kishte marrë përsipër shumë gjëra, përfshirë realizimin e videoklipeve. Por, a kishte gishtë edhe fakti që këngët nuk e patën impaktin që u prit? Për projektin e parë kam folur dhe me sa duket fjalët e mia